Prej disa tetësh, në qarkullim ka hyrë një debat i ri që lidhet me kryeministrin Edi Rama dhe sezonin e ardhshëm të Big Brother VIP 5. Sipas burimeve mediatike dhe diskutimeve në rrjet, thuhet se kryeministri është shprehur se formati po e tepron me përmbajtjen e tij dhe se po ndikon negativisht në shijet, sjelljet dhe balancën morale të një pjerse të shoqërisë shqiptare. Ky diskutim ka ndezur menjëherë reagime, duke rikthyer vëmendjen te roli i televizioneve në formësimin e opinionit publik. Sipas zërave që po qarkullojnë, Rama pretendohet të ketë kërkuar që të rishikohet mundësia e mbylljes së Big Brother VIP 5, ose të paktën kufizimi i disa elementeve që ai konsideron si të dëmshme për publikun e gjerë. Në fokus të kritikave të tij, sipas këtyre burimeve, janë përplasjet e ashpra, konflikti i vazhdueshëm verbal mes banorëve dhe krijimi i një klime ku vlerat shpesh lihen në hije për hir të spektaklit dhe klikimeve. Në disa analiza televizive, është përfolur se kryeministri ka marrë shqetësime nga prindër, mësues dhe organizata që punojnë me të rinjt, të cilët pretendojnë se ky program po ndikon në mënyrën se si adoleshentët shohin sjelljen, respektin dhe ndërveprimin shoqëror. Pikërisht për këtë arsye, sipas tashethemeve, Rama ka kërkuar që të rishikohet formati, duke theksuar se ndikimi i tij shkon shumë më larg se muret e studios televizive. Megjithse nuk ka një deklaratë zyrtare, diskutimi ka marrë vend në rrjet dhe ka ndarë opinionin publik në dy pjesë. Disa janë pro-ides, duke thënë se programi ka humbur sensin fillestar të argëtimit dhe është shndërruar në një arenë konfliktuale. Të tjerë e kundërshtojnë me forcë, duke thënë se politika nuk duhet të ndërhyjë në përmbajtje televizive dhe se publiku është ai që vendos çfarë sheh dhe çfarë jo. Për momentin, gjithçka mbetet brenda kufive të zërave që qarkullojnë në media dhe diskutimeve në rrjet. Megjithatë, fakti që këto thashetheme po fliten kaq gjerësisht tregon se ndikimi i Big Brother VIP në shoqëri është i madh dhe vazhdon të jetë subjekt debateve të forta. A do ketë realisht një ndërhyrje apo jo, mbetet për t'u parë në javët e ardhshme.